Kreu i SPAK Lodian Braho ka qenë i pranishëm këtë të mërkur në një seancë dëgjimore në Komisionin për Reformën Zgjedhore. Braho foli për krimet zgjedhore dhe task forcën e përbashkët me KQZ dhe Prokurorinë e Përgjithshme gjatë zgjedhjeve të vitit 2025. Braho bëri me dije se gjatë vitit aktual janë dënuar 7 persona për veprën penale të krimit zgjedhor, gjë kjo që sipas tij tregon që hetimi vijon edhe pas periudhës zgjedhore. Lidhur me krimet zgjedhore, Braho deklaroi se SPAK synon një qasje më proaktive dhe hetime që duhet të ndjekin dhe gjurmën e paras. Strategjia e vitit 2025 nuk duhet parë si një instrument që zgjidh përfundimisht fenomenin e krimit zgjedhor. Strategjia ishte një hap i parë për të kaluar SPAK-un nga një model kryesisht reagues të bazuar tek kallëzimet dhe njoftimet nga subjektet e tjera drejt modeli më të strukturuar, më parandalues dhe më të orientuar nga analiza e riskut. Gjatë vitit 2026 janë dënuar 7 persona për vepra penale që prekin zgjedhjet, duke treguar se ecuria e proceseve gjyqësore e këtyre çështjeve vazhdon edhe pas përfundimit të ciklit zgjedhor. Analiza tregon se korrupsioni zgjedhor nuk duhet parë si një akt izoluar dhe individual. Në shumë raste dikush nuk blen një vot për një interes të ngushtë personal. Përfitimi synohet për një subjekt politik, për një kandidat, për një grup interesi apo për një strukturë që kërkon të ndikojë rezultatin politik. Prandaj hetimi nuk mund të kufizohet vetëm te dhënësi apo marrësi i përfitimit. Ai duhet zgjerohet dhe burimit të financimit, organizatorëve, ndërmjetësve, personave që koordinojnë skemën dhe përfituesve real të saj. Kjo është arsye pse për zgjedhjet e ardhshme fokusi duhet të jetë më i qartë tek gjurmët financiare. Shitblerje e votës, favoret administrative, pagesat kesh, mbështetje logjistike, shërbimet apo përfitimet e tjera nuk duhen parë të shkëputura nga njëra tjetra. Pyetja kryesore është se modeli i vitit 2025 funksionoi, por duhet konsoliduar më tej, duke orientuar drejt gjurmimit financiar dhe identifikimit të përfituesve real të korrupsionit zgjedhor. Kreu i SPAK foli edhe për gjetjet e OSB Odir, për të cilat u shpreh se nuk përbëjnë prova penale, por shërbejnë si tregues risku për të orientuar parandalimin dhe hetimet. Patjetër ky raport është bërë pjesë e analizës son për sa i përket krimeve zgjedhore, për sa i përket pjesës që lidhet me kompetencën tonë, po jo me pjesë të tjera që mund të jenë me institucione të tjera apo natyre jo penale por administrative. Por do të kuptojmë që raporti nuk është një provë në kuptimin e ligjit procedural penal. Ai raport në fundit është një opinion i vëzhguesve, një institucioni që ka një opinion se si ka funksionuar procesi zgjedhor. Në këtë kuptim nuk mund të përdoret si provë në vetvete për të provuar një fakt penal. Por raporti nga ana jonë është një dokument shumë i vlefshëm që ne të kuptojmë se si është situata në teren, se kush janë risjet dhe kush janë fenomenet shqetësuese që janë të pranishme në periudhën zgjedhore dhe që ndikojnë zgjedhjet. Më tej Braho tha se analiza e task forcës për zgjedhjet e maj 2025 pritet të dorëzohen në kuvent brenda 30 shtatorit të këtij viti. Duke folur për strategjinë për parandalimin e krimeve zgjedhore, Braho shpreh se SPAK nuk ka një grup në terren për mbledhjen e provave, gjë që sipas tij e kushtozoi prokurorinë në mbledhjen e provave. Në zbatim të rekomandimeve të Kuvendit, SPAK-u, Prokuroria e Përgjithshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë në proces të finalizimit të analizës së përbashkët mbi hetimin dhe parandalimin e krimit zgjedhor për zgjedhjet e vitit 2025. Grupi ndërinstitucional i punës është në fazën përfundimtare të këtij procesi dhe analiza do të përcjellet zyrtarisht Kuvendit. Nga komunikimet që ne kemi nga institucionet e tjera, mendojmë që do të jetë i gatshëm produkti brenda datës 30 shtator të vitit 2026. Sforca ishte një organizim i brendshëm i SPAK-ut me prokurorët dhe me hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit. Në task force nuk u përfshin autoritetet të tjera. Çfarë nuk funksionoi? Unë e thash edhe më përpara. Ishte një përpjekje e parë, ishte eksperjenca e parë e SPAK-ut. Dhe si një eksperiencë e parë, sigurisht shumë gjëra dhe për SPAK-un ishin të panjohura dhe u përballëm dhe me eksperienca të reja, të cilat duhet të shërbejnë dhe si një përvojë për herën tjetër. Së pari, në vetvete, në ato zgjedhje, SPAK-u nuk ka një trup të vetëm të vëzhgimit të personave në teren. Dhe kjo e kushtozon shumë prokurorinë,
në mbledhjen e provave. SPAK-u, për kryen e përgjimeve të personave në vende publike, është i varur nga institucionet të tjera, kur kryesisht është detyria e përgjithshme e Policisë së Shtetit. Në analizën e tij, Brau ngriti edhe nevojën për rishikimin e politikës penale ndaj krimeve zgjedhore. Sipas tij, dënimet aktuale me një mesatare prej rreth 13 muajsh burg dhe me përdorim të shpeshtë të alternativave ndaj burgimit mund të mos kenë efektin e nevojshëm parandalues për një fenomen që cënon integritetin e procesit zgjedhor.